Zotin Azmi, nëse po na dëgjon, po të përshëndes dhe faleminderit që je sot me neve. Mirëmëngjesi, faleminderit juve. Kënaqësi shumë, unë tashmë e kam kuptuar që keni arritë të kryeni procesin e votimit, ashtu siç kemi bisedu në ditën e zgjedhjeve, po fillimisht më trego çka kishit problem, si shkoi ajo ditë për juve. Po të dilën kur ne ishim me familje me votue, shkom në qendrën e votimit në shkollën fillore Gjiladin Rekali këtu në Podujevë, edhe me të hyrë në vendin e votimit, unë kam e shiftuar që të asistoj për me votu për çiken time, cila është me nevojat veçanta, aftësitë kufizuara, edhe ajo është pa përgatitur për shkollim, nuk ka shkollim, ka qenë në lindër ashtu dhe nuk ka shkollim, është analfabete dhe kam e shiftuar që të votoj për të, mirë po këtë drejt qendra votimit në ka thënë se nuk lejohet votimi për çiken me asistim. Për arsye se ka marrë vendim Komisioni Qendror Zgjedhor, sigurisht, unë s'po e kuptoj këtë, mirë po unë nuk e kisha dëgjuar Komisionin Qendror Zgjedhor se është ndaluar në gjë të tillë. Unë mendoj që është kjo një gabim, sepse në bazë ligjit kushtetues në aspektin ligjor, kushtetues dhe juridik lejohet me votu me asistent. Këta nuk na lejuan. Na thanë se duhet në shku me marrë një vërtetim të mjeku në Spital Podujevë, unë kam shkuar e kam paguar taksën për aty deri aty, diku në ka një kilometër, edhe kam shku te mjeku, kam hyrë brenda në zyrën e tina, në ordinancë, i kam drejtuar që kam shku me votu, nuk po na lejohen me votu me asistencë, kërkojnë një vërtetim nga mjeku për mos aftësinë e vajzës time. Mjeku thotë se nuk kam kompetenca me dhënë një vërtetim të tillë, dhe sot është e diele, administrata nuk punon, drejtori jo, nuk kam kompetenca për një gjë të tillë, edhe s'ma ka dhënë një vërtetim. Dhe kam shku prapë në qendrën e votimit, me votue, aty kemi intervenuar përmes drejtorit të shkollës, që ku ishte edhe përgjegjës për pikën e votimit. Ma vonë thot, hajde masikar për hatër bashkëshortës tonë dhe djalit qikar dhe qikes mos e lënë pa votue. Ma vonë ma kanë mundsu me votu me asistencë. Çka do të thënë krejt këto procedura që është dashur të kryeni zotin Azmi, do thotë edhe tek çështja e, si më thon, letrës që është dashur për ta vërtetuar nga ana e spitalit që ke mundësi të hysh edhe të ndihmosh vajzës. Çka thon këto për proceset e tjera të votimit? Nuk e dini se keni pas probleme edhe herë të tjera? Jo, herën e kaluar nuk kam pas probleme. Kam shku me familje me votu me asistencë, na kanë lejuar pa ndonjë problem. Mi për tash është shfaq ky problem, dhe nuk e di ku është arsyeja dhe unë nuk kam dëgjuar se Komisioni Qendror Zgjedhor ka ndaluar këtë drejt me votue, por nëse është ashtu, atëherë qytetarët është dashur me njoftue, se me asistencë nuk lejohet votimi, me njoftu publikisht. Jo në mënyrë interne të merren vendimet, pastaj qytetarët kanë probleme me votimin, sepse votimi është drejt ligjore, nuk ka drejt me anulluar sen. Cila është rëndësia e pjesëmarrjes në votim, zotin Azmi, nga ana juaj, meqense është një mesazh shumë i mirë ky që pikërisht edhe vajza që është me aftësi të kufizuara është pjesë e këtij procesi të votimit dhe nuk e di nëse ka votuar dhe herë të tjera apo është hera e parë për të, sido që të jetë çfarë rëndësie ka në vendimarrje pastaj edhe në të drejtën tonë për të kërkuar kërkesat ose çka do të kemi llogaridhënie tek shteti. De facto, vota është më rëndësi, sepse qytetari është shtetash i këtij shteti, edhe voton për organet e veta, voton për kuvendin, për qeverinë, që të kemi institucionet tona shtetërore. Dhe institucionet tona shtetërore vijnë përmes votës së qytetarëve, sepse ne jemi qytetarë edhe paguajmë shërbimet e këtij shteti. Kur i paguajmë shërbimet e këtij shteti, atëherë e kemi drejtën edhe votimit. Por jo vetëm ne që jemi këtu, po edhe të gjitha ata shqiptarë të cilët janë për kontinentin evropian dhe botëror, e kanë të drejtën me votu këtu, sepse ata janë shtetash të këtij vendi, pavarësisht ku jetojnë, ku punojnë e ku veprojnë. Nuk guxon askush me ndaluar një votim të tillë, sepse ne kemi drejt me votue, dhe është në mënyrë ligjore që të thash, kështu që përmes votës ne zgjedhim misionet tona, dhe vota jonë duhet të jetë e lirë,
dhe ka shumë pesh, ka shumë rëndësi vota, sepse me vota vazhdon shembull punëta e qeverisë se ndryshohet, vjen një qeveri tjetër, vjen një subjekt tjetër politik, kështu që na duhet me kriju institucionet tona dhe kështu institucionet tona me funksionuar dhe ato me qenë në interesin tonë, në shërbim tonë. Na jemi në shërbim tyne dhe ata janë në shërbim tonë, sepse na nuk guxojmë me pas një farë diskrepancën mes qytetarëve dhe shtetit, por duhet jemi një. Jemi të lidhur ngushtë njëri me tjetrin. Kështu që vota është e drejtë ligjore, kushtetuese dhe juridike dhe nuk kanë të drejtë me ndaluar. Pa dhe nëse ndodhi gjë tjetër, por nuk guxojmë ndodhet, pas mendimit tim, nëse kjo Komisioni Qendror Zgjedhor merr vendim për me ndalu këtë të drejtë votimit. Ata duhet jenë publikisht, po nuk guxojmë ndodhet kjo. Dhe duhet ne të sqarojmë edhe të japim sugjerime dhe kritika, mos vinë deri te një vendim i tillë, sepse nuk kanë të drejtë. Nuk kanë të drejtë dhe duhet me dhënë vërejtje të madhe dhe nuk guxojmë më herën tjetër kjo më ndodh. Patjetër. Qytetarët duhet të lirë. Qëllimi i tyre nuk është për të ndalu, po e di që ka pasur raportime të ndryshme edhe për keq përdorim pastaj kur janë ndihmu tek procesi i votimit, më saktë tek kutia aty ku vota është e fshehtë, mandej këto gjëra veç se kanë ndodhur dhe janë njoftuar përmes faqes së tyre zyrtare. Po çka duhet me të pyet zoti Nazmi është edhe tek ajo se çfarë është bërë për personat me aftësi të kufizuara, duke qenë se jeni prindi një vajze që është me aftësi të kufizuara në përgjithësi në krejt këto procese të votimit që i kemi pas. Zëri që është ngrit prej anës së prindërve dhe prej vetë këtyre personave, a është marrë diçka që sot jetë një jetë më e lehtë për ta? Po nuk e di, deri me tash ju nuk trajtohen ashtu siç e meritojnë, edhe pse vajza ime ka një social, por është një social shumë i vogël, është për 150 herëve. Këta duhet ta kenë trajtimin edhe më të madh. Do trajtohen më të madh dhe plus asojna të gjitha tyre, jo që vazhë time, të gjitha tyre të cilat janë me nevojat veçanta, me aftësi të kufizuara, duhet ta kenë social shumë më të dinjitetshëm, edhe duhet të kenë edhe bornat pa pagesë. Sa kishte me qenë shumë që mendoni që sa do pak i afrohet mundësisë për shpenzimet që i kërkojnë një fëmijë ose një person me aftësi të kufizuara që i lehtësohet barra dhe familjes pasaj? Po tash, po thamë sigurisht duhet ta ketë një mirëqenie sociale më të mirë se cili prej tyre, sepse edhe për të gjithë ne. Sepse bazuar standardin jo 150, por sa? 150 euro shumë pak jo për nevojat veçanta. Kjo është diçka minimale, është kjo po më mërmenja për shkak standardit që keni për shembull sot një qytetar të këtij shteti duhet jenë, po them sigurisht një 500 euro duhet jenë një social i tillë ose një pension i tillë, sepse dhënë vetëm sot në pension, kam edhe bashkëshortën në pension, mirë po, unë edhe vetë për një 6 vite kom pas një ndërhyrje kardiokirurgjike në spitalin e Prishtinës këtu në Prishtinë, edhe jam me terapi sot, me terapi edhe bashkëshortja ime që ka pas një smundje vitin e kaluar, ka pas një sulm në tru, edhe ka nejt një 9 ditë në neurologji në Prishtinë, në bikëqyrën e mjekut Bashkim Shëvëllit, edhe të tjere, por barna tona po na kushtojnë shumë shtrejt, të që duhet jenë një pension ma i dinjitetshëm, të kemi një mirëqenie sociale ma të mirë që ta ndijmë vetën pak më mirë. Ose për ndryshe, qeveria duhet ta bëjë ligj këtë, që për kategorinë e pensionistëve të kemi spaku bile barna të falas. Kjo do duhet të ishte një rregull që të këtë ligj. Po mërmenja, kemi arsye për këtë, sepse po na kushtojnë shumë shtrejt. Vetëm një bar i ilaçe që merr shoqja, për shembull trombocit, që ka probleme me trashësinë e gjakut, kushton për shembull 39 euro. Ta për shembull pensioni për 150 euro. Që është një shumë e vogël, që nuk jam bëllen as ilaçe me i marrë për shembull. Do të ishte një arsye mirë që të kemi bële spaku barnat pa pagesë. E qartë, zotin Nazmi, shumë faleminderit që ke qenë pjesë e programit mëngjesit sot, të uroj ditë mbar, edhe uroj që në proceset tjera të mos keni probleme as pak, madje mesazh shumë të mirë keni dhënë që është edhe vajza ajo që merr pjesë në këtë proces votimit bashkë edhe me bashkëshortën. Kjo është e drejta jonë legjitime, kështu që mirë që e shfrytëzoni. Po ju përshëndes dhe faleminderit shumë.
Mirë, faleminderit të juve. Kënaqësi.